Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Shpresa. Uroj të keni kaluar mirë festat e fund vitit. Sot do të dalë me një emision pak më të veçantë, se profesori ndodhet me emision dhe nuk do të jetë live. Gjithsesi do t'ju përcjell disa mesazhe nga ana e profesorit. Këto ditë në media flitet për profesorin dhe thuhet që profesori është lëshuar nga Amerika. Profesori na bën me dije se misioni i tij vazhdon dhe mos bini prej dezinformimit nga dy partitë. Amerika funksionon me plan dhe lëvizjet e fundit të Departamentit të Shtetit ku do hetohet aksh, PPP-t, kullat dhe do shtohen non grata të tjera deri më 28 mars tregon qartë angazhimin serioz të Amerikës. Profesori thot gjithashtu që jo vetëm misioni i tij vazhdon, por jemi në momente decisive. Media flasin këto ditë për qeveri teknike të formuar nga dy partitë. Mos bini prej kësaj propagande. Të dy partitë kanë marrë fund. Unë kam ardhur këtu të bëj Shqipëri me kufi natyror. Bëni durim dhe do të shikoni që çfarë kam paralajmëruar do ndodhi. Shqiptarët e mi, shumë shpejt do jem para jush, se ky janar do të jetë shumë i nxehtë. Zyrat e shpresës së kombit janë të hapur dhe çdo ditë ju mirëpresim qytetarët e saj. Ju falenderoj që na ndoqët shihemi në transmetimin e radhës.